Atëherë unë kam ardhur sot tek shtëpia e prindërve të Andit, sepse kam vendosur të bëj një dhuratë babit të Andit. Kam ditë që mendoj një dhuratë shumë unike, diçka që ta pëlqej, dhe më në fund e gjeta dhe më sigurt që nuk e shkon fare në mend. Dhurata erdhi. Në të dhuratën e kam porositur vetëm dje dhe më ka ardhur sot në kohë rekord me super shërbim delivery nga dje. Siç e shihni është një poltron masazh, unë jam e bindur që gjyshi do ta doj shumë dhe unë me zor pres të shoh reagimin e tij. Surprise! Ç'neti këtu? Po erdha thash flasim. Ku ke frit? Ku je ofis? I lash me Mero, thash flasim mirë. Kam një surprizë shumë si. Çfarë surprizë? Sa zana, çfarë tani atë gjë? Çfarë Jo, surprizë? ke mbaruar ato gjyshi, po hajde ulem te divani dhe sqarojmë. Oh. Çfarë është? Ulem me flasëm, ku jam një surprizë për gjyshin. Gjithë me televizor shumë. Po, ti ancora se gjyshi gjithmonë të do mesi, me bebat i ndodhur. Kjo sa po e të drejtë për atë, po ti e tu, ku fjallë, që thamë? Avion? Ku? Ta provosh një se të bërë masazh gjyshi. Okej. Pa dezi, e ka ta provoj. Pa me gjyshin. Thashë në avion, për që avion? Pa dezi. Avion luftarak? Hajde. Opa, okej. Kishe ky është ekrani që unë do ta mësoj mbrapa, me shumë terezi, tani gati për fluturim. O, fluturim, ja, po mërët avioni, shif. Kjo e masazhe. Masazhe ke kamët poshtë. Gjyshe me këtë mund bësh masazh të këmbët, të kulizi, qafa, kudo. Ke edhe këtë me presion për krahët dhe për këmbët, edhe të relaksohesh gjyshe se e meriton. Më ke dhënë gjitha të çun. Kujdesesh pranuarin dhe idealen, realisht e meriton. Meritojmë, shumë meritojmë dhe nero. Tani që të bëjmë, ta mbajmë apo ta kthejmë? Jo, që të kthejmë dhe ne? Kjo është krevep. Krevep, O, që thuti? Që thuti? Zoshu gjyshe dhe realisht e meriton. Shumë falim. Vjerë se ty pa qenë gjithë.